5 maj, dita e dëshmorëve është përkujtuar edhe këtë vit në fshatin Poro në njësinë administrative të Novoselës me pjesëmarrjen e autoriteteve vendore, përfaqësuesve të politikës dhe banorëve të zonës. Deputeti e zonës së Novoselës Priseta Çakëri në fjalën e saj theksoi se 5 maj nuk është thjesht një datë kalendarike, por një moment reflektimi për të gjithë shqiptarët. Ajo u shpreh se liria që gëzojmë sot është fryt i sakrificës sublime të dëshmorëve, të cilët vendosin interesin e Adeut mbi jetën e tyre. Lavdi të përjetshme dëshmorëve të Adeut për 28.000 yje që dhanë jetën e tyre që Shqipëria të jetë e lirë sot. Lavdi për të gjithë neve, sepse në fundit jemi këtu falë sakrificës së tyre, falë gjakut të derdhur të atyre bijve dhe bijave, që neve të jetojmë sot të lirë. Lavdi për Shqipërinë. Në emër të Bashkisë së Vlorës në aktivitet mori pjesë edhe nënkryetaria e Bashkisë Irena Toshkallari, e cila vuri në duke rëndësinë e përfshirjes së të gjitha brezave në këto përkujtimore. Sipas saj, kujtesa historike forcohet pikërisht kur të rinjt bëjnë pjesë aktive këtyre aktiviteteve. Në këtë ditë të shënuar, vijon përkujtimi dhe e veçanta është në këtë aktivitet janë të gjithë brezat të ndërlidhur me njëri tjetrin. Falenderojmë bashkëpunimin me të gjithë kopshtet, shkollat të cilat përkujtojnë një ditë kaq të rëndësishme për sakrificën e tyre që sot Shqipëria të jetë e lirë dhe ndofta në të ardhmen të jetë me të gjitha standardet që kërkon një vend për sakrificën që ata kanë bërë. Të pranishmit në ceremoni theksuan se përkujtimi i 5 majit mbetet një detyrim moral dhe qytetar, duke shërbyer si një moment bashkimi dhe reflektimi për të gjithë komunitetin.